أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër e banishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin te Imam Neviut rahimullahu taala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Jalali wal Ikram kemi arritur te hadithi 398 që nga fillimi i librit, ku Imam Neviu rahimullahu taala thot: Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adhaban yawm al-qiyamati لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا متفق عليه. نرفان نعمان ibn Bashir رضي الله عنهما i cili thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, njeriu me dënimin më të lehtë ditën e Kiametit do të jetë njeriu të cilit do t'i vendosen dy gaca, dy shkëndi në këmbët e tij që do t'i vlon truni nga kjo nxehtësi. Dhe ai, transmetimin tjetër qëndron, dhe ai do të mendon se është njeriu me dënimin më të madh, edhe pse ai është me dënimin më të lehtë. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Sikur se e dini, të dashur vëllezër, jemi duke folur për kapitullin që flet për frikën nga Allahu subhanahu wa taala. Imam Neviu rahimullahu taala e solli këtë hadith pasi që na tregoi në hadithin e kaluar Imam Neviu rahimullahu taala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të regon madhësin e xhehenemit dhe se ai xhehenem do të kërkon vazhdimisht njerëz të cilët e meritojnë atë xhehenem, siç ka ardhur në tefsir ku thot Allahu Dhul hal min mazid, do thot xhehenemi a ka ma ala, do të kërkon vazhdimisht njerëz derisa madhëria e tij ja mbyll gojen, e mbyll xhenemin me këmbën e tij dhe thot qattun qatt, s'ka më kush me hin xhenem, s'ka më kush me hin xhenem. Që tregon se rahmeti Allahut është i madh, por se njeriu nuk duhet më ushet rahmetin e Allahut, por duhet me pas frikë se ky xhenem ka vend për gjithë ata që e meritojnë këtë xhenem. Dhe pastaj e sjell këtë hadith që shihet qartë se nuk ka dyshim në vërtetësinë e tij, dhe në transmetimet tjera tregohet qartë për ka bëhet fjalë. Besoj që e keni ndëgjuar këtë hadith edhe në forma tjera, ku tregohet se për kë bëhet fjalë. Për kë bëhet fjalë? Për Ebu Talibin, miqën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash secili prej nesh e ka detyrë dhe obligim të krahason vetveten e tij dhe rastin e Ebu Talibit. Ju e dini shumë mirë se Ebu Talibi, miqja i tij, e merr në kujdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që vdes kush? Baba i Ebu Talibit, gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush? Abdul Muttalibi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vdes baba Abdullahi derisa ka qenë në barkun e nonës, ala palind. 8 vjet
kujdeset për të gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Që nga mosha 8 vjeçare e derisa bëhet pejgamber, do thot Ebu Talibi ka qenë shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po domthon 5-8 vjet deri në 40 e marton me Hatixhen radhiyallahu anha, edhe vazhdon e shoqëron edhe në fazat e para të pejgamberisë. Para mendoni edhe në vitet e bojkotit, 3 vitet që detyrohen i thartë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të mblidhen në një vend caktuar, edhe gjithë banorët e Mekës i bojkoton ata, saqë ka ardhur në transmetime se aq ka qenë bojkoti ekonomik i vështirë, saqë ata s'kishin më çka më hangur. Gjeshin në një likur në dhe, e meshin atë likurën, e pastrueshin edhe mundoheshin me atë likur me gjallë. Para mendoni, neve nëse na ndodh në gjendje këtill e sprovës për hir të dinit, sa për neve e këshin dru fenë, Zoti na rujt. Sot neve kur gjos për na bëhet, një zhurmë, vjen djata apo të majtë e shef, largohet për xhamisë, largohet për xhamatit, largohet për namazit. Në punë ka hinë, shtet dikun, ka marrë në pozit, s'falet mo. Deri dja ishte i rregull xhamishtaj, se fshem xhamisë, se me mpa ata sëm avansojnë. E paramendon këtë vështirësi të bojkotit, Ebu Talibi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e shoqëron, solidarizohet me te. Edhe në momentin atë tregimin e njohur, edhe pse ulemat hadithit që nuk thënë se senedi nuk është vetëm po tregim që gjithë librat e biografisë e përmendin, kur i ofroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam paria me kase, lënë ke çetë botik, çka duhesh t'i japim? Nëse do pasurit, bëjmë më të pasurin. Don pushtet, bëjmë mret. Don më martu femër më të bukur të japim ty. Veç lënë këtë punë. Andaj kupton e të dashur vëllezër, se cili musliman, se cili thirrës në fe, se cili që mundohet me shërby din Allah do të ketë oferta, joshëse, mashtruese, oferta për të largu nga thirrja në besim në Allahun një dhul xhelal. Edhe në ndjekjen e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para ka me pas. E tash qëndrimi i besimtarit do të më konë qëndrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtë ofertë, paria me kase me kaja qenë Muhammed e sëmë qenë me Ebu Talibin. Edhe shkon Ebu Talibi, thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam nipit vetë, që e ka rrit si jetim. Bile, kur shkoj ke Ebu Talibin të rekti, si mirë ke fëmijët e vetë, e mirë ke Muhammed në rëse, mësë me një vetëmine, jetim lëkut. Atë shumë ka qenë i lirët me te. Edhe i tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, la wada'u shamsa bi yamini wal qamara bi yasari, me vënu diellin krahun tënd djathtë, edhe hanën krahun tënd të majt. Ala an atruka hadha ad-din, që ta lën këtë fe, mos thras në tauhid. Kur se kisha lën. Unë atë shumë me pas mundësi ata që diellin me ma el shumë bi meje, e me mbo shkrum edhe hi, e me mshtyp me peshen që kanë, unë se kisha lën këtë fe. Jo më për pasuri, jo më për pushtet, jo më për gruet bukur. Atëherë Ebu Talibi e kuptoi qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vendosur, edhe kjo punë s'ka ndryshim. Do thotë çdo fazë të jetës, që nga pejgamberia, deri ditën që vdes Ebu Talibi, ka qenë, do thotë, momente për krahase nga ai. Edhe tani smuhet Ebu Talibi, edhe shtrinjet në shtrat vdekjes. Çka mendoni ju, për shembull, atë kohë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë botës në atë kohë, këtë atë njerëzve i ofroi Islamin, i bëjë davet Ebu Talibin, ose ka bëu davet ta? E ka bëu davet, e ka thirrë Islam. Vazhdimisht. Mirë po, për kësi rasti, çka tha Allahu, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Se kur e shikë refuzimin e Ebu Talibit të shahadetit,
A kënena në shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbrojtjet e tij, ju dhimbke. Edhe bëke dua që Allahu të udhëzoje. E i tha Allahu dhul jalal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk udhëzon ti kanë don. Edhe pse dëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e madhe, edhe normalisht Allahu dhul jalal ja plotson dëshirat. Ama në këtë rast nuk e plotsoi dëshirë, këtu ka urësi të mëdha. Për me kuptu se kjo fe s'ka nepotizëm, s'ka me të njofshëm. T'kam bab, t'kam mish, t'kam vlla, t'kam... Adin, si ndodh në për vendet tona sot. Punsohet dikush, bëhet i madh dikush në pushtet edhe këtë familje e tij në punë. Njëni shofer, njëni sekretar, njëni shef kabineti, njëni portir, njëni ku ta shefsh, e ka bo këtë familjarizëm aty. E në fes ka lidhje fare fisnore. Andaj Allahu dhe shkallët për në hiret, fela ensabe bejnekum ullëf. Sot, s'ka lidhje fare fisnore. E ki pas bab, e ki pas miq, e ki pas vlla, e ki pas nan, e ki pas teze, s'ka lidhje kjo punë. S'ka lidhje. Se cili vjen me qka? Me punë të veta. Kjo është drejtësia absolute Allahu dhe gjela. Se cili vlerësohet si pas punëve të veta. Ama biri filan hoxhës, punë e madhe. Kur qësë dhe më thonë të Allahu të gjela. Ama biri filan haxhis, kur qësë dhe më thonë. Hiq. Ama sulale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur qësë dhe më thonë të Allahu të gjela. Man bata bihi amaluhu len yusra bihi nasabahu. Kënd e vonon nga xheneti punë e tij se afron te xheneti prej ardhje e tij. S'është më si kush jeti. I kujt jeti. Me rëndësi është çka ke boti në jetën tonë. Andaj i tha Allahu xhelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ti nuk mundesh me udhëzu kandon ti. Allahu është ai që udhëzon kandon ai. Që do mund t'ja giboj izmetin, ti je mundu, je orvat, i ke fol, je mundu me vind. Me përsëri ai duhet me pranun këtë ofertë. E tash, Usmu Ebu Talibi edhe ishte në shtratë vdekjes. Më njonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në anën tjetër Ebu Gjeheli dhe Ibn Abi Umayya, Khalif Ibn Abi Umayya. Dy kokat e mëdhat kufrit dhe shirkut në atë kohë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot, kull la ilaha illa Allah taflah, thuaj la ilaha illa Allah shpëtosh. Ata i thëjnë, la të të ruku dina abaik, mos gaba me lonë fejnë e baballarve. Shkjo është muna se shejtani s'nalet, shejtani njedhë dhe shejtani gjenë. Dhe në momentin e fundit, edhe na që sot që jemi që në gjami, e kemi këtë rrezik permanent, vazhdueshëm me ne, dhe në momentin e fundit, kur t'ja hapim amanetin Allahu të Gjelal, dhe në të moment, as kush për neve s'ka garancë. Shejtani s'nalet, vazhdimisht lufton. Edhe këtu, tash, lene shejtani gjend, plus edhe shejtan njerëz, si Ebu Gjehli dhe Ibn Abi Umayya. Ki thot, thuj la ilaha illa Allah shpëtosh, ata i thënë, mos gabo me lon fejnë e baballarve. Edhe çka? Për me kuptu se kjo fe nuk është vetëm shfaqe jashtme, dukje jashtme, por është ajo që ngulitet thellë, ka rrojnë të mëdha në brenda zemrave tona. Po Ebu Talibi e ndihmoi pejgamberin alayhis salam, e shoqëroi, u solidarizu, e mbrojti këtë. Mirë po puna është për çka? Për çka? E ndihmoi, e përkrahu, u solidarizu, e mbrojti, se kishte nip, edhe kishte amanet familjes, dhe kishte për fanatizëm të familjes. Edhe psaj e dinte, mbrenda vetës ti se edhe thirrja e tij është e vërtet. Ama, të na muslimanët përderi sa atë që e ki në zemër, nuk e thua, nuk e beson fillimisht, dhe nuk e shqipton, dhe nuk punon konform saj, dia e gjveshëm për këtyre komponenteve nuk bën dobi. Andaj,
në momentin më të vështirë të tij, që kishte mundësi me një fjalë me shpëtu, pa bo asnjë punë të mirë tjetër, përveç atyre që kishte bo, po edhe me një fjalë me vulos fundin e tij, ai e zgjodhi çka? E zgjodhi fundin e keq. Tha bel ala dini e gjdadi u abaj, tha po vdes në fen e baballarëve dhe gjyshve të mi. E refuzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E u mërzit shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U mërzit se e kishte në vend babës ti, për mëndo. Miq, ama me të është rrit. Ai po bëhet sebeb shumë kush i për dynjas me shpëtu, më bë musliman, e migjeve që e rriti, që sakrifikoj për te, për shembull, krahason e vetën tonë me atë, shumë kush i për neve sot, nuk e shërben këtë dinë se e ka shërbi Ebu Talibi. Pra më të na, për shembull, musliman dhe sotit, një antarësi xhamie, po flas për të rrit, si me të gatshëm me pagujt, a falë me atin, do më thonë, ngrof me ati, këtë mi ati, bëjmë një antarësi xhamie, si me të gatshëm me sakrifiko, jo ma shumë se kjo. Mos më ardh pyetje pasuria, komoditeti, jeta, Zoti na rujt. Jo. Ajo me na ardha si lloj sfidash ku me ditë çka del pi neve. Zoti na rujt. Ama si boni dobi ati. E ti hiç pa e shërby këtë fe, hiç pa ndihmu këtë fe, hiç pa të dhimbt. Ajo që i ndodh umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti don me garantu vetës shpëtim, me garantu vetës fund të mirë, me garantu vetës xhenet, është shumë vështirë. Është shumë vështirë. Andaj, unë e mendoj se që këtë shembullin e Ebu Talibit shpesh duhet me kujtu na. Për krahasimin, çfarë shërbimi ka bëj Islamit, në fund vdes si jo musliman. Na, kur një farë shërbimi si bëjmë Islamit, edhe në fund shpresojmë jo me vdes si musliman, po edhe Firdausin na e kërkojmë. E kërkojmë me fjalë po, ama realisht me vepra shumë larg asaj jemi. E tash, ndroi jetë Ebu Talibi në kufër, në shirk. Ju dhimbët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë. Edhe çka u lut për të. Tha Zot, tha letoja. E tha Allahu Gjelal, ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Nuk I takon pejgamberit edhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët, pasi që edhe nëse I kanë të afërmit ata, pasi që u bë e qartë se ata kanë me qenë banorë të xhenemit. Donë ishte konkretisht për rast. E thënë ulemat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk u lut me shpëtu për xhenemit, sepse e dinte se ai s'në shpëton për xhenemit masi vdish në kufër. Nuk kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka që është kundërshtim me vendimet e Zotit. Mirë për lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte, o Zot, ai në xhenem, po, unë s'muj me nxjerr për xhenemit, se vdish pa shahadet. Andaj, për me kuptu këtë theke në fillim të Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka u theke, I mori, e të regum në ndesin e kalum, fisk mas fisi, o benu Hashim, o beni Menaf, Abdu Menaf, o beni Abdul Muttalib, thuni la ilaha illa Allah të shpëtoni. Dhe I se erte vajzëvet, oj Fatime, bije Muhammedin, thuni la ilaha illa Allah të shpëtoni, se unë s'muj me të ndimu para Allahut. Ane kush don me shpëtu, du të me pas qesin e shpëtimit me vete, ajo shpjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kush e ka, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mund me të ndihmu me të shpëtu ose me të aletu. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me bë shefat për muslimant që kanë gjunaha, edhe dënohen në xhenem. Bën shefat për to. Ama së bën shefat për qafirat. E kjo ishte e veçantë, domethënë. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur boni shefat për këtë, e boni me nxjerr nga poshtë xhenem pak më lart, ama jo me dal për xhenemit këtë. Edhe për këtë situatë është ky hadith, që na
sot e përmendëm domethënë në hadithin 398 që nga fillimi i librit. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Njeriu me dënim më të lehtë në xhenem është ditën e Kiametit njeriu që në kamët e tija vënohen dy gaca, që themi na të shkupit. Do të dy thëngjëll që janë këta të Shqipërisë, gacë. Ja djeg prush, ja djeg kamët, i vlon trunin. Është interesant se në hadith ka ardhur makhmasu qademi. Akhmasu qademi. Akhmas në gjuhën arabe i thuhet pjesës që është mes gishtave dhe themrës. Ai pjesa më e butë që nuk e prek zakonisht tokën. Që aty vendohet. Edhe thënë edhe zakonisht sipas mjekëve, ata që njohin anatominë mirë, po edhe nga praktika se pjesa më e ndihshme është aty. Se gishtat ku shkel edhe themra, për shkak të shkeljes në to, ato janë më të rasha dhe më pak e ndin dhimbjen. Amo kjo pjesa në mes më shumë e ndin dhimbjen. Dy gaca, dy prush, domethënë, mes kamëve i vlon truni pi, domethënë, azabit të xhenemit, Zoti na ruaj. E tash, pse ka pru Imam Neviu rahimahullah këtë hadith në këtë pjesë? Për më na dhon porosin dhe mesazhin, o ju musliman, që jam të munu, do më Imam Neviu rahimahullah, është të munu me na i bot qartë neve, pse na duhet më frigu për Zotit? Se dënimi i Allahut është i rëndë. E tash paramendoni, a do me kuptu sa është dënimi i Allahut? Që kjo është? Dënimi më i lehtë, që nga që kjo? Paramendon më të vështirë. Zoti na ruaj. Mirë po, këtë kjo është për besimtarin e te i kalushme nëse e kupton se nëse shkon të Allahu me shahadet, e me namaz, e me agjerim, e me zeqat, e me haq, a i shpëton për këti azabit. A i fiton shpëblimin edhe rahmetin Allahu të gjellë. Ama, kush nuk shkon me shartët e islamit, normalisht se e ka para vetës këtë si sfit dhe dhe më thonë vështirësi. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që secili njeri duhet të ruan veten nga gjunahet. Pse se gjunahet, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Jo vetëm gjunave të mëdha që duhet të urojë besimtari, po edhe të voglave. Pse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i gjunave të vogla është shembulli i krandeve, krane, që i mbledh njeriu edhe i grumbullon, një grumbull të madh edhe vez një zjarr. Do të bëhet zjarr me aq i madh sa me pjek bukën. Do ato janë krande, një ka një zbëjnë zjarr, ama kur bëhen bashkë, bëhet zjarr më i madh. Andaj kujdes, khalli dhunube saghira wa kabiraha. Leni gjunat, mëdhat edhe të voglat. Nëse don që me umbrojt funi jot me qenë i mirë, në këtë dunjë ma se normalisht rëllogaria ndaj te me qenë me rahmetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Se normalisht Allahu dhul xhelal nuk e don njeriu pa merit. Nuk e donon bamirësin. Nuk e donon atë që falet, nuk e dënon atë që largohet për aroma, ama nëse ti e zhyt vetveten vazhdimisht në gjunoha, vjen kjo gjendje dhe ky dënim për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu për mësime dhe porosive që dalin nga ky hadith është se xhenemi është nivele. Tash ne kemi qartë se niveli i parë më i lehtë që nga kjo, ky dënim, ky lloj dënimit. E çka ka të poshtë, Zoti na ruaj. Zoti na ruaj. Do të çfarë lloj dënimesh? Andaj është mirë me lexu Kur'anin me pas se si Allahu e përshkruan dënimin e qafirave, dënimin e idhujtarëve, dënimin e kriminalëve, dënimin e zullumçarëve, dënimin e të prishurve. Ajete dhe hadithe plot. Paramendon që të vënë ulemat për dënimeve më të fundit, kur xhenemlit do të marrin vendet e veta, do të mundohen që të mashtrojnë
gardianët e xhehenemit, rrojen e xhehenemit, tu desh marsetu me lloj arsetimesh, derisa u thënë ihsa fia fala tkellimun. Tha, vuajni në te dhe mos gaboni me forcë, ka më as laf, as zamen zirë. Përfundon çdo shpresë që mundet me kanë për ta shpëtim ose dalje për asë gjendjes që njënë ata. Andaj, në këto nivele të xhehenemit, thëtë Allahu dhulera, çka thëtë Kur'an? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafiqët janë në nivelin më të ulët të xhehenemit. Kush është ai munafik? Ai që e shfaq publikisht islamin, anë zemër ka kufër. Nuk e don Allahun, nuk e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i urren ata, ama kështu për shkak se shumica janë muslimanë ose për shkak të agjendës që ka, roli që lun e shfaq islamin. Edhe fatkeqësisht edhe sot ekstradite ka kësi lloj munafikësh, që shfaqen si musliman, ama realisht në zemër kanë kufër. Dhe ata do keq përdorin situatën për me i dëmtu muslimant, edhe me e sjellën islamin para momenteve të vështira që me pengue rrapjen e islamit edhe depërtimin e tij anën ban botës. Pra çka besimtari duhet vazhdimisht duke pas parasysh këto nivele të xhehenemit të mundohet të bën punë të mira që të bëhen sebeb ato punë të mira me na shpëtu nga azabi, nga dënimi i xhehenemit. Gjithashtu për mësimet dhe porosive që dalin nga kjo hadith është se do dënimi me xhehenem që ka Iran, që ka i madh, që pas ka dhe matlet. E tash besimtari duhet me thonë vazhdimisht që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minan nar. O Zot, kërkoj strehim të ti nga zjarmi i xhehenemit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahun 3 herë me e bo për banorët e xhenetit, xheneti thot, o Allah, bën e banorët e xhenetit. Edhe kush kërkon strehim te Allahu 3 herë nga xhenemi, thot xhenemi, o Zot, ruaje këtë njeri nga unë. Andaj është mirë pi duave që t'i bëjmë shpesh, Allahumma inni as'aluka al-jannah, o Zot, kërkoj për te xhenetin, edhe Allahumma inni a'udhu bika minan nar, o Zot, kërkoj strehim të ti nga zjarmi i xhenemit. Që do më dhënë spaku me këtë dua, pastaj edhe me veprat tona, se që janë të vogla ato, të bëhen sebeb që Allahu më na ruaj prej zjarmit të xhenemit. Se nuk është gjë e lehtë, është e vështirë. Janë momente do më thonë shqetësuese, trishtuese. Kur të lexosh ajetet kuranore që tregojnë për ndodhitë e xhenemit, nuk ngelet zemra e besimtarit e cila nuk rënqethet edhe nuk shqetësohet. Gjithashtu, për mësime dhe porosive që dalin këtë hadith është lloj-llojshmëria e dënimeve. Për shembull, në këtë rast, dënim me prush, me gaca. Kemi dënim me konsumim, për shembull, kur do të thahet goja e xhehenemliu në xhehenem e të kërkon ujë, atëherë Allahu ka më ofruar atyve çka? Ujë prej langjeve që dalin nga trupet e xhehenemlive. Edhe atë që nxesa që kur ta pin atë zorë që ka mbark, ja bën cop. Kjo është lloj dënimi. Andaj ka lloj të dënimeve për me kuptuar se nëse ti mundesh me duru një lloj dënimi, s'mundesh me duru tjetër. Nëse duron dytin e ki tretin, ki lloj të dënimeve që shijosh dënim me çdo pjesë. Për shembull, njëra prej dënimeve që përmend Allahu dhe djegja e lëkurës. Ama në këtë rast, si e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu në xhenem e përshkruan si shumë të madh. Shumë të madh. Pse që hapësira e madhe e likurës që ka me shiju dënimin me qenë më e madhe. Edhe gjëra që digjet e likur kullama nadhuja juluduhum badalna juludan ghayraha. Gjëra që djegët e likur e zëvendësojnë me likur tjetër, që të vazhdojnë tash janë liyadhuqul adhab, që shijojnë vazhdimisht dënimin. E kjo është ajo gjendje e dënimit të lloj-llojshme që mos ngelet gjë në trupin tanë pa e shijuar dënim. Ashtu sikur se në xhenet ka lloj-lloj
shpërblimesh që mos t'jetësh pa shiju këtë kënaqësitë e mundshme të xhenetit. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith është se kush vdes në kufër, në shirk, çka dalet këtë bën punë të mira, si bëjnë dobi te Allahu dhul xhelal. Andaj shumë është më rëndësi që secili prej neve me bo dua vazhdimisht, o Allah, ma ruaj imanin. Si themi na në gjuhën e popullit e në shkup këtu, o Allah, son në fes me iman. Do më thonë që i vjen për këthimi kësaj fjale, o Zot, në frymarrjen e fundit, në e merr shpirtin me iman. Ose ajo që është për duave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin khatimatana, o Zot, në e fund të mirë. O Zot, në e fund të mirë. Andaj është edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur vizitojmë një smur, është në prag të vdekjes, mja kujtu shahadetin. Që me vdek me shahadet, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Se kush e ka fjalë të fundit vetën la ilaha illa Allah në xhennet. Se përndryshe bën çka të bësh, nëse vdes në kufër, këtë atë që ke bërë s'vlen. Ebu Talibi shembull. Se ka ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tham përsëri, na si me të ndihmu këtë din, musliman. Ama vdesh kufër, si bën dobi as pak ajo që ka bërë. E mos flasim domethënë për ne që bëjmë edhe më pak punë, edhe më pak shërbim të kësaj feje. Pra çka do të ketë hadith e solli Imam Neviu rahimullahu taala për të na e kujtuar të gjithë neve se friga nga Allahu dhullat me kanë pranishme, për shkak se dënimi i xhenemit është i madh, paramendoni dënimin më të lehtë që të kuptoni pastaj se çka pret xhenemliun nëse dikush bëhet shkaktar me hijje. Në Zoti na rujt. Na lutim Allahun e Madhëshëm, në ditë të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe të na ruan nga dënimi i xhenemit, na ruan nga çdo vepër që e shkakton hidhrimin e Allahut dhe bëhet sebeb me qenë për banorëve të xhenemit. Duke lutur Allahun e Madhëshëm të na ruan nga sherri i vetes son dhe sherri i veprave tona, në ditë të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se na ka tubuar në këtë xhami për mësuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.